Ka ardhur në njeri të Rasulullah alayhi salam dhe ka thonë ja Rasulullah, ju më shkatru. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, çka është puna? Ka thonë kum ba marrëdhënie në Ramadan ja Rasulullah, do të thonë gjatë agjërimit ditën. Tash ngo mirë që shka reagu Rasulullah alayhi salam. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ti duhet me ble një sklav me pasurin tane edhe me liru për hir të Allahut azza wa jall. Ka thonë, për nuk moja Rasulullah. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, duhet me agjeru pra 2 muaj në gjitas. Do më thonë, nuk guxan me interprej. Vetëm qofë se je smut, ose je në udhtim, ose nësë është grua, gjatë ditëve të sajna e interprejnë, por në rryshe 2 muaj të plota. Ka thonë, ja Rasulullah, për nuk moj. Edhe agjerimi më ka pru mund që ditë, atë kuptimin, e jepshi ti në konë. E ka thonë, agjerimi më ka pru në këtë ditë, ja Rasulullah. Ta shte 2 muaj, 1 muaj s'ko mujt. 2 muaj, ka thonë Muhamedi alayhi salam, pra ti duhet me ushqy 60 të varfër, me në ushqim mesatar. Ka thonë ja Rasulullah, të varfër, po nuk kam atë varfër se unë në 2 anë të Medinës, për të anë Medinës së ngjarë ma fukara se unë ja Rasulullah. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ullu. Për të sa u kanë ullur aty, ka arë një njeri edhe ja ka pru Rasulit alayhi salam dhe shokëve tina një ushqim të hurme ja u ka thonë si hedije. Edhe i ka marrë Muhamedi alayhi salam atë ushqim, edhe i ka thonë atina merre këta, edhe shpërndaje të fukarat. Ka thonë ja Rasulullah, te dikush tjetër, jo te familja jam, atë kuptimin, përveç familjes tem, se te une, nuk ka më fukaras sa te une. Tani ka buzqesh Rasulullah alayhi salam edhe ka thonë merre, edhe haje me familjen tane. Ky ka qenë Rasulullah alayhi salam. Ka buzqesh derisa i është dogt dhamt e bardh, edhe ka thonë merre, edhe haje me familjen tane. Tash hajde këshyrën bashkë edhe njerë. Ka ardhur dhe ka thonë kum ba marrëdhënie me gruan në agjerim ja Rasulullah, gjatë agjerimit. Nuk i ka thonë tash Muhamedi alayhi salam pse qysh tek, jo. Meneria ka gjithë zgjidhjen. Na i shohim njerëzit të bo harame, nuk i thojnë kur gja, kur na vjen dikush i pendum, që atina e lëshohemi. Pse qysh tek, pse e ke bë kështu? Muhamedi alayhi salam si ka thonë kur gja, që ka thonë ja ka kallzu zgjidhjen. Ai tjetra që ka po du me thanë, këshira musliman. Ka ba marrëdhënie me gruan, i ka thonë Muhamedi alayhi salam me ble një rab, me liru një rab për hir të Allahut azza wa jall. Me ble edhe me liru. Ka thonë s'moj, ka thonë me agjeru. Ka thonë nuk moj. Kur ka pas probleme edhe me agjerimin, zgjidhja e vetme për me su, kur ki probleme tjera, agjerimi nxjerr pi krize, që me thonë. E kur ki probleme me agjerimin vet, nuk nxjerr pi krize vesësa, pi krize pi situate, vesësa dhanja ushqimit. Këto të me kuptu musliman çfarë vlere ka ushqimi në Ramadan. Po edhe se rast, po besoj që ke i qartë me lejen Allahut azza wa jall, qofse dikush e ka pas këtë problem. Elusim Allahun azza wa jall na bëj për muslimanët mirë.